nuk e ka luksin Partia Demokratike fatikisht për të përjashtuar njerëz, sidomos faktor të përmendimit tim të siç është Burgia dhe Boshku. Qartë. Avokat Karaj, të lutem një koment shkurtër mbi bisedat midis zotit Berisha dhe zotit Salianit të nxjerra së fundmi në media. Kam përshtypjen që këtë pjesë e shteroi totalisht kolegu Çaça aty. Po, kam një qëndrim, vetëm një fjali kam për të thënë për këtë pjesë, dhe këtë nuk e kam përbatut, e kam shumë seriozisht. Burri pas ka shumë kohë me u korrit. Kjo është fiks për Sali Berishën. Avokat, kemi një tjetër konflikt në distancë, midis PS-s po duash edhe zonën Spiropali, midis zotit Balla dhe zonën Spiropali, midis zotit Rama edhe zonën Spiropali, cili nga këto varianti qëndron, apo gjitha bashkë? Aty nuk e se përbën lajm me thënë drejt në Partisë Socialiste këto lloj përplasje, sepse mua më duket domethënë sa tragjike dhe komike. Po të kthehesh mbras, domethënë deklaratat e fuqishme kur kemi deklarata në distancë e ka kaluar pragun e partisë, kur bëhet fjalë për Partinë Socialiste, sigurisht që është lajm, apo jo? Jo, nuk e kisha në konceptin mediatik. Për juve absolutisht është lajm. E kisha në analizën e gjës. Sepse kur u kujtoj për shembull Skënderbeun e Elisa Spiropalit, pastaj gudulisen me vetvete ku shikoj domethënë çfarë po ndodh tani sërish me zonjën Spiropali. Jo, me mamicën. Me mamicën, pra, po më nuk desha Po me qenë se përmendes Skënderbeun, ajo e ka thënë vetë që është mamica, ja ka thënë dhe lideri global, që s'ka ndonjë gjë. Po, shiko, ajo që po ndodh, si është e vërtetë e konflikti tani? Pse u zhvilluai? Konflikti për mendimin tim vjen direkt nga zoti Rama. Aty nuk ka konflikt mes njëri tjetrës, ata nuk lejon Rama që të ketë konflikt mes njëri tjetrit nëse nuk e do ai një gjë të tillë. Aty për mendimin tim konflikti me zonjës Spiropali ka ardhur për shkak të një lloj xhelozie politike, sepse pozicioni që po merrte zonja Spiropali në Partinë Socialiste dukeshë si një lloj rivaliteti ndaj zonjës Balluku, pra e para e parlamentit, pastaj ministre jashtme, etc. Një person i cili deri tani pavarësisht kohës gjatë në qeverisje nuk është se i kishte dalë në, le të themi, nga këto të spaku të më the tash në këto aferat, dhe dyta qëndron në faktin domethënë gojet e liga, dhe kjo është pastaj analizë, nuk kam informacion të le të themi të faktuar, thonë që një pjesë të dosjes së zonjës Balluku është shitur në kancelarit europiane, kryesisht në atë gjermanen, dhe këtë ja kanë, le të themi, atashuar zonjës Spiropali, dhe ajo shpreh me zotit Rama ju anglisht folsit, më duket se shkonte fiks për zonjës Spiropali. Pra kjo është debati. Po tani çfarë po ndodh? Tani po ndodh domethënë që midis zonjës Spiropali dhe Partisë Socialiste, kreut grupit parlamentar. Në rasti konkret tani, zoti Rama nuk po bën më të njëjtën gjë që bëri me Ditmi Bushatin dikur, po ta kujtosh, me Pem Plushin apo edhe me Arben Ahmetaj, që dilte në vetë të parë dhe i atakonte, tani nuk del vetë në vetë parë, e ruan, le të themi, veten e tija, imazhin e tija, dhe nxjerr sikariot. Në rastin konkret, nxjerr Taulantin, që është kryetar grupit parlamentar, nxjerr pjesën tjetër, Ulsiun e gjithçka tjetër. Pra, në një mënyrë në një tjetër, unë shikoj domethënë që ardhmja e zonjës Spiropali në Partinë Socialiste është e ardhmja që ka aktualisht Ditmir Bushati, Arben Ahmetaj dhe gjithkusht tjetër, domethënë të cilët janë pothuajse harruar se kanë qenë pjesë e Partisë Socialiste. Pra, aty në Partinë Socialiste, aty si kundër dhe Partinë Demokratike, se ne, domethënë, duket sikur bëjmë një lloj krahasimi midis të dyja. Janë të njëjtat forca politike të cilat komandohen ose drejtohen më mirë me dorë të hekur nga ata të cilët e zotrojnë. Nuk janë forca OJF, parti politike, po janë SHPK të personave të cilët i drejtojnë ato. Në rasti konkret, zotit Rama në njërin anë dhe zotit Berisha në krahun tjetër. Thjesht për analogji, po mendosha, po e vrisë mendjen sot, nga 1991 deri këtej, unë bajmend vetëm një personazh i cili ka dhënë ndërheqjen vetë nga partia ose dy dhe janë larguar. Të ndjerin Sabri Godo, i cili pastaj la partinë Fatmir Mediut, dhe zoti Dashamir Sheri. Gjithkush tjetër që ka qenë kryetar partie, ose është akoma kryetar partie, pra e ka tesën xhep kryetari i përjetshëm, ose e ka shitur partinë tek një
kryetar tjetër. Pra këto janë partitë tona politike. Janë SHPK të mirëfillta, të ku uni i kryetari është ai, domethënë për të cilët do duhet të aviten të gjithë pjesa tjetër e kontorazhit të partisë. Kjo gjë ndodh në Partinë Socialiste, kjo ndodh në PD, kështu që prandaj të thash në fillim që nuk është se përbën në lajm të madh kush e di se çfarë. Mbetet për tu parë në fakt, avokat Caca, sulm ndaj PS-s nga ana e zonës Spiropali, deri ku mund të shkojë ajo? Duket që është një situatë qefmbetje për mendimin tim, nuk besoj që do ketë flak, ka vetëm tym për mendimin tim. Dhe rivalitetet caktuara të tilla ka pasur gjithmonë në Partinë Socialiste. Shumë shpejt po i them disa raste, Samir Tahiri me Erion Veliajn, më pas ishte Veliajn me Ballukun, dhe tashmë kemi edhe Ballukun. Në këtë formë se kanë kaluar pragun. Çfarë na thotë deri kjo? diku, pra ka pasur fitues. Fitoi zoti Veliaj, më pas fitoi Balluku, tashmë kemi këtë lloj dueli në thojza midis Ballukut dhe Spiropalit, ku po themi Skënderbeu normalisht që do ta ndojë më shumë tek ai që e shikon si faktor shumë herë më të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike, po flas gjithmonë edhe për sa i përket rezultateve të fundit elektorale. Pra, qasja që ka pasur zoti Rama, kjo maxhorancë për ta mbrojtur me çdo kusht fatikisht Ballukun, që nuk ka ndodhur herët e tjera, e ka fatikisht edhe një analizë, e ka pse ndodhin gjë të tillë, sepse rezultati që ka pasur Balluku fatikisht në Fier ka qenë një rezultat i jashtëzakonshëm, edhe në konceptin elektoral. Pra, është nga ata politikanë që kudo që shkon mbush thesin, pra mbush koshin me vota. Dhe normalisht do ka marrë të mbrojtjen e dur. Dhe këtë mbrojtje normalisht të avokatia ka bërë dhe grupi parlamentar më pas me votimin që u bën parlament, dhe në këtë dualitet, ose në këtë duel, normalisht që ngelet pas, po themi Spiropali, po të kemi parasysh që rezultati sa elektoral fatikisht ka qenë jashtëzakonisht i dobët, rezultati i fundit pra në vitin 2021. Kështu që midis të dyve normalisht ka zgjedhur. Unë besoj që Spiropali po kërkon që thjesht të trokas për thënë që unë nuk e kam gëlltitur, po themi këtë shkarkim, në këtë mënyrë dhe po kërkon thjesht të ulet, po themi me zotin Rama. Vetëm kjo, prodhon gjë? Ky reagim thjesht në aspektin personal ndoshta mund prodhoj diçka, por nuk shikoj, po themi, diçka në pjesën e afat gjatë, ose pse jo dhe afat mesëm. Besoj që tashmë Spiropali deri diku do të jetë në skalon të dytë dhe mund të kemi personazhe të tjerë të cilët mund të pse jo të garojnë me Ballukun. Pra, dikur ishte një garë të cilët fatikisht vetë zoti Rama i ka promovuar në rastin konkret, po themi ishte i garë që prodhonte vota në një farë kuptimi. Ndërsa tashmë do të kemi parasysh një gjë që ka bërë ç'është mundur Partia Socialiste zoti Rama që Balluku mos preket, të vazhdojë të jetë në Fier, të jetë atje gatshme për vitin që vjen për të mbledhur vota, ashtu siç ka bërë gjithmonë, dhe unë besoj që është një farë, po themi, besimi që jepet gjithmonë zotës Balluku. Për pjesën e Spiropalit do të shikojmë, unë nuk besoj që ka një frym brenda PS-s, se edhe mund të ndodhë. Ndërsa këto, po themi, këto trokitje të vogla, po themi qefmbetjesh, i ka pasur gjithmonë edhe Braçe, ndoshta edhe në një personazh tjetër, por nuk është se ka një efekt jashtëzakonshëm. Madje deri diku kanë qenë edhe të mirëpritur nga zoti Rama, por thonë që deri diku ne kemi edhe një opozitë brenda vetes, sepse jo gjithmonë e mendojmë njësoj. Mos pritni që të kemi në grupin parlamentar të zgjeruar, po themi që do jetë ditën e shtunë, pra që të kemi ndonjë... Nuk do të kenë ndonjë vendim, po thua? Nuk besoj, as ndëshkim, po nuk mos pritni që të kemi një KPD të dikushme, se nuk e lejon këtë kurrë zoti Rama që të ndodhi gjë të tillë. Çdo gjë do shuhet, do kemi votim, po themi, unanim, do ngrihen grupet e punës dhe tashmë Partia Socialiste po ndes motorët për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme të vitit 2027. Po, kjo është e sigurt. Avokat Caca, faleminderit. Avokat Karaj, përshëndes. Gjithë mirët. Rikthehemi për fare pak, flasim për atë që po ndodh në linjën e mesme. Fokus, patjetër Irani, Izraeli, SHBA-t.